sa i përket të gjitha proceseve që pasuan me njëherë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga Komisioni i Zgjedhjeve. Kryeministri Kurti me njëherë ju drejtua me një letër të gjitha partive që ishin deri dje në opozit, edhe PDK-s edhe LDK-s edhe AK-s, edhe ata u përgjigjen më shpejt se herave tjera, që u pa se tregon një interesim, kësaj radhe të një natyre tjetër, me atë që pom në muajt e kaluar dhe prej zgjedhjeve të dhjetorit, duket që vullneti i partive kësaj radhe për të mos shkuar në zgjedhje është më i sinqert. Dhe pikërisht për këtë arsye ndodhi edhe takimi me dy partitë, me PDK-n dhe LDK-n, për disa arsye që i shpjeguan AK-ja nuk e pranoi takimin, por ata i dhanë arsyet e tyre, në çfarë kushte prap do të bashkëpunonin. Sa i përket takimeve që ndodhen me PDK-n edhe me LDK-n, u pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më moti. Aty janë pozicionet vjetra që i kemi pa. Edhe ato u shprehen edhe në takim me kryeministrin Kurti. Kurse sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, përshtypja jonë është që aty përkundër herave të kaluara, kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilën ndodhet Kosova. Ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga Lidhja Demokratike e Kosovës. E unë mendoj që opcionet që dalin tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve jam në përpjesëtim me vullnetin. Sa më i madh vullneti politik, sa më shumë ke gatishmëri me bashkëpunu, edhe më shumë rritet numri i opcioneve për me gjetë zgjidhje për pozicione të ndryshme, për përgjegjësitë të ndryshme se si do të ndahen ato. Kurse ato që e kemi parë, sidomos prej zgjedhjeve të dhjetorit, ka pasur një blokadë totale. Unë e kam pas thënë edhe atëherë, qëllimi pas dhjetorit ka qenë gjithçysh me shku në zgjedhje. Edhe partitë opozitare nuk shikonin gjë tjetër. Mendonin që përmes metodave artificiale mund të prodhojnë një rezultat tjetër për vetëvendosjen. Por ajo doli shumë minore, shumë le të themi ndryshim minor. Prandaj tash që ka mbetet të shihet është zhvillimet e brendshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Natyrisht, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka krejt, le të themi, autonominë e vet, pavarësinë e vet, për me vendos për gjërat e saj të brendshme. Ne nuk jemi këtu as për t'i komentuar ato, as për të këshilluar gjë, sepse Lidhja Demokratike është një parti që ekziston mëtin në Kosovë, edhe besoj që ata dinë mi rregullu punët e veta. Por sa i përket bashkëpunimit me neve, mu ka duk që pas takimit të kryeministrit Kurti me presidentën Osmani dhe me zotin Abdi Xhiku, kryetari i LDK-s, mu ka duk që ka pas kësaj radhe një tjetër natyrë diskutimi për herave të kaluara dhe kjo na ka bërë më optimist se një zgjidhje mund të gjendet së shpejti. Faleminderit. Konjusa dhe Hadat për deklaratat e tyre. Faleminderit shumë media.